Shoqata humanitare Feniks e Ferizajt kurorëzoi sot me sukses punën dhe angazhimin e saj dhe të donatorëve, duke përruar edhe 3 shtëpi të reja për të pastrejat. Gëzimi sot u shpërnda në Zaskok në familjen e Emine Gocës, në Talinos të Muhaxherve në familjen e Feride i Bishit dhe në Slatin të Moravës ku përfitoi familja e Shref Salihut. Pati nga familjarët që përfundimin e vuajtjeve në kushte të rënda jetese e shoqëroi me lot. Shoqatës Feniks sot ju bashkua dhe mërgjimtari Fatmir Ramusholli, i cili po bën përgatitjet e fundit për të aktivizuar shoqatën Feniks edhe në Gjermani. Sot të kontribosh që një familje ta futesh në një shtëpi është një punë shumë e madhe. Një herët në emër të diasporës dhe në emër të shoqatës Feniks në Gjermani i falenderoj gjithë donatorët, gjithë atë njerëzit e vullnetit mirë që po mundsojnë vëllezërve tonë, motrave, nënave tona që t'ia krijojnë një jetë më të mirë, më të lumtur. Shoqata Feniks po i afrohet numrit 100 me shtëpi e banesa për të pastrejat, prej se e ka filluar veprimtarinë para disa vitesh.